Türkiye'yi Aleppo, gjoki shqiptar, edhe nona jam, baba jam krejt, I kanë folë shqipmrana. Aygül është kthyer nga ai dëni I Turqisë për t'i kërkuar rënjet e familjes së saj në Kosovë. Dashuria që e kanë kultivuar brez pas brezi I ka shtyrë të ëndrojnë për vendlindjen e paraarzëve të saj për dekada. Ndonse e flet me vështirësi, ajo nuk e ka harruar Shqipen. Në Prishtinë, prej nga ajo I ka dhe të parët, ka hapur një restorant ku e mban gjallë lidhjen me rënjet e saj. Sepse shqiptarë jena krejt, Türkiye'yi Aleppo, gjoki shqiptar, pse atje jina konë, pse atje jina shku, hala se di, ma mirë qëtu hi se mësë shqiptar jena, Kosovë ma mirë, ven neve. Çka din kur po thu gjaku shqiptar, çka din rreth familjes tane? A din kush janë të partë tu, qysh kanë pas emrat? Po e di pak fisin e di veç, se bijemni s'kisha ateshit, bijemni Dedinca, Krasniq, Zabel, Polom, krejt fisi jam është. Ka babgjyshi emni Selim, babgjyshi jam Selim. Po? Babgjyshi bobes emni Islam. Islam ish, qashtu pe di. Ku kanë jetu për afërsisht, a e dini? Kur hiq një diçka se di, se veç Prishtinë e dina. Veç Prishtinë. Anë qytet, anë rreth Prishtinë. Se di. Veç një dobi-dop, I kanë thonë, po dobi-dop një vend s'ka qëtu, e kom qyre ronja. Nashta dobir dol si mu konë, hala se di se dokument s'kena. A ke provu në mes institucioneve me zbulu, qysh po thënë origjinën? Po, ajo në komunë ose në institucion? Po jo, komunë s'ka, jum shku. Arkiv jum shku, 3 arkiv ish Prishtinë mrena. Tretin një diçka ko, po veç une mu shku mi marë. A ke vendos për krejt mu këshin Kosovë? Po krejt. Ke jetu ma përpara me familje? Turqia? Turqinë cëllën qytet? Aydın. Aydın. Ka Aydın. dhe familje tjera shqiptara? Krejt atje jo. Shumica në Aydın janë shqiptarë? Po, dy katun ka atje, veç shqiptar janë, edhe njonin nona jam, një katun, edhe njonin bobe jam. Ju se keni harru as Shqipen, Jo. as prejardhjen e ju? Jo, kurgjë se kina harru. Edhe nona jam, baba jam krejt, I kanë folë shqipmrana, veç na, masi shkolla shkojna, jina shku turqisht, qështu krejt turqisht për folëm. Po në Aydın, ato familjet e tjera, edhe ato flasin qështu? Krejt, ma mirë. Ma mirë? Une s'pedi mi folë, ata ma mirë. A do me mësu Shqipen këtu? Po, që me du, po, kadal. Me kënje këthy këto? Qëtashtë me djoli jam edhe djoli motres qëtu, edhe motra po vjen, edhe 2 muj ma vonë nona jam vjen, edhe një moter kom aj vjen. Krejt, kadal, kapak po vjen qëtu. Qysh po jetë puna në restorant? Mirë po shkon qëtashti. Qka po ofroni pe specialiteteve? Keni sjell diçka ma të veçantë? Diçka që dini me gatu veç jo? Që s'është në Kosovë? Po, te spishte po marojnë, kur kush të din, krejt e din po kur kush s'po marojnë, se shumë vjetër një ëmbëlsira është, unë e për maroj krejt, po një qorbë e kena me thjerza, krejt I dojnë qëtu, shqiptarve e këmsu, thjerza qorben, edhe me dorë makarona po marojna, edhe një diçka kena, file pule, qashtu. A ki me shtu diçka për fond? Po, faleminderit, fol drejt gazeta.